Tregon Said ibn Abdul Aziz, Allahu më shiroft, i cili thot se Abu Idris al-Khawalani, kur e tregon të këtë hadith, ulej në gjunjë në shenjë madhërimi, respekti dhe ndërimi ndaj gjurmëve profetike, ndaj fjalëve të Allahu te baraka wa taala, si ndërim, madhërim për fjalën e Allahu te baraka wa taala. Pra Allahu i lartësuar i drejtohet të gjithë njerëzve dhe xhinëve, duke thënë ja ibadi, o robrit e mi, sepse njerëzit së bashku me xhinët janë robët e Allahut subhanahu wa taala. Unë ja kam bërë padrejtësinë të ndaluarave të sime. Kjo padrejtësia e cila është vendosja e diçkaje jo në vendin e vet. Pra kjo është padrejtësia, zullumi. Ta vendosësh diçka jo në vendin e vet. Kurse drejtësia është vendosja e diçkaje në vendin e saj, në vendin e duhur. Pra padrejtësia që e ka vendosja e diçkaje jo në vendin e duhur. Dhe kjo padrejtësi, vëllezër dhe motra, është disa lloje. Padrejtësia më e madhe është padrejtësia në të drejtën e Allahut subhanahu wa taala. Padrejtësia në të drejtën e krijuesit. Pra idhujtaria dhe shirku është padrejtësia më e madhe. Thot Allahu i lartësuar, me të vërtetë që shirku, idhujtaria është mizori, padrejtësi e madhe, është zullum i madh. Po kështu padrejtësia që personi i bën vetes së vet, me çfarë? Me anë të gjunaheve. Edhe padrejtësia që njerëzit i bën njëri tjetrit, duke cënuar të drejtat e tyre, duke cënuar gjakrat, pasurinë dhe nderet e tyre.